Legjislacion për ta diskutuar së bashku me ju. Zotri Berisha, kryetari i Komisionit për Legjislacion për Parim Gruda ka thënë që amendamentet e propozuara nga presidenti Avjosa Osmani për zgjedhjen e presidentit nuk mund të shqyrtohen për shkak se është kalimi i çdo afati, arsyeja pse nuk duhet si themi shqyrtohen, sepse janë dërguar në gjykatën kushtetuese në vitin 2011. Pra jemi shumë vite pas. Edhe e dyta, ka shumë ndryshime, ka shumë gap, apo hapësira ligjore pa interpretueshme, apo dihotomike në sistemin zgjedhor të kushtetues në Kosovë, të cilat kërkojnë amandamentime. Por, kush aty mund të thirret në ekspertizë për ta bërë këtë? A e dini se ndryshimet në kushtetues duhet nga një mendim profesional, një ekip ekspertësh? Sepse ndryshimet kushtetuese nuk bëhen sipas individit. Nuk bëhet për akomodimin e të drejtave të individëve, e ambicjeve politike të individëve. Në këtë rast të ndryshime kushtetuese po bëhen për të përmbushur ambicjet e individit. E individit në këtë rast individi kush është? Vjosa Osmani që e ka nicuar para, se po pretendon se po del në popull e ka votën popullore. Unë po e garantoj se ajo ka ardhur, duke e tralltuar herë partinë e vet, që e ka marrë 20% Lidhjes Demokratike dhe e ka shkatruar Shqipën ku ka qenë. Është futur në lëvizjen vetëvendosje e cila ju e dini se ka qenë dikun te 18-19 diçka 6% dhe e ka ngrit